Motori evropian është një vepër arti aftë për të gjabruar autostradat, por kjo përsosmëri ka një anë të errët, brishtësinë e detajeve. Ndërsa inxhinierët në Stuttgart janë të fiksuar pas performancës ekstreme, ata sakrifikojnë qëndrueshmërinë e jetës së përditshme. Urime. Keni bler një mrekulli teknike, elektronika, e të cilit ka rezistencën e xhamit. Sot zbërthejmë 14 arsyet pse këto makina luksoze jetojnë në një marrëdhënie dashuri urrejtje me punëtorinë. Mbani një sy për postimin e 6, sepse shpjegon pse një plastik e thjesht mund të shkatërrojë muajin tuaj. Le të fillojmë. Arseja e 14. Përdorimi i plastikës së biodegradueshme në thomen e motorit. Një nga shkaqet më të qeta dhe më shkatërruese të pabesueshmërisë afatgjatë të automjeteve europiane është, për ironi, angazhimi i tyre ndaj mjedisit. Që nga fundi i viteve 1990, Bashkimi Evropian ka vendosur rregulla jashtëzakonisht të rrepta për riciklueshmërinë e komponentëve të automjeteve. Kjo ka bërë që prodhuesit të zvendësojnë plastikën me rezistencë të lartë dhe polimeret me bazë nafte me kompozita që përfshin materiale organike dhe të biodegradueshme. Problemi është se pjesa e motorit të një makine moderne është një mjedis armiqësor, një dhomë torturash termike, ku temperaturat luhaten vazhdimisht midis 10 gradë nën zero dhe 110 gradë Celsius. Në këtë cikël të vazhdueshëm të zgjerimit dhe të kurjes termike, këto plastika miqësore me mjedisin fillojnë një proces degradimi të përshpejtuar. Pjesët kritike si flanshat e sistemit të ftojes, strehët e livësve elektrik dhe udhëzuesit e zinxhirit të kohës bëhen të brishta, duke marrë konsistencën e një biskote të thatë. Ndërsa në një makinë japoneze të së njëjtës kohë, këta komponent mund të ruajnë një farë elasticiteti pas 15 vjetësh, në një automjet evropian është e zakonshme që ato të pluhurosen me presionin më të vogël të një mjeti. Ky kërkim për ciklin jetësor të gjelbër ka krijuar një vjetërsim të planifikuar që jo vetëm prek xhepin e pronarit, por gjeneron edhe dështime zinxhiri, ku një copë plastike thjesht me vlerë 5 euro që prishet, mund të shkaktojë mbinxheje që shkatëron një motor 10.000 euro. Arsia 13. Kompleksiteti i tepërt i sistemeve të menahimit të vakumit dhe emetimeve. Obsesioni i Evropës me efikasitetin dhe reduktimin e grimcave ndot se ka çuar në krijimin e labirinteve teknologjike në kapuç. Për të qenë në përputhje me rregulloret Euro 6 dhe më vonë, inxhinierëve u është dashur të zbatojnë sisteme të menaxhimit të ajrit dhe emetimeve me kompleksitet maramendës. Ne po flasim për rrjetet e tubave vakum, valvulat e riqarkullimit të gazrave të shkarkimit të kontrolluara elektronikisht dhe sistemet e ventilimit të karterit që duken si diçka nga një laborator shtukjeje hapësinore. Problemi me këtë arkitekturë është se ajo prezanton një numër të madh pikash të mundshme dështimi. Në këto sisteme, një mikroçarje në një zorë gome të fshehur pas kolektorit të marrjes është e mjaftueshme për të ngatëruar njësinë e kontrollit të motorit, duke shkaktuar dridhje, humbje të fuqisë ose modalitetin e frikshëm të emergjencës. Zbulimi i këtyre defekteve është një makt për mekanikën. Shpesh kërkon orë të tëra diagnostikimi me makina mjegulle dhe pajisje analize të kompjuterizuara. Ndërsa prodhuesit e tjerë zgjedhin zgjidhje më të fuqishme dhe të thjeshtuara, qasja evropiane është të shtojë më shumë shtresa teknologjie për të korrigjuar problemet e shtresës së mëparshme, duke krijuar një ekosistem mekanik ku probabiliteti statistikor i dështimit të diçkaje rritet në mënyrë eksponenciale me çdo komponent të ritështuar. Arsyeja e 12. Sensoret gjermane dhe ndjeshmëria ekstreme ndaj ndryshimeve të tensionit. Automjetet e nivelit të lartë nga Evropa operojnë me marze tolerancë jashtëzakonisht të ngushta. Kjo reflektohet në mënyrë kritike në arkitekturën e tij elektrike. Një sensor i rrjedhës së ajrit masiv të prodhuar në Gjermani ose sensori i pozicionit të boshtit me gunga është një instrument me saktësi absolute, i aftë për të dërguar lehtësime me besnikëri të mahnitshme. Megjithatë, kjo saktësi ka një çmim: intolerancë. Në shumicën e makinave europiane, sistemet elektronike janë projektuar për të funksionuar brenda një diapazoni shumë specifik të tensionit. Nëse bateria fillon të plaket dhe tensioni i saj bie vetëm gjysmë volt në ideal gjatë fillimit, rrjeti i komunikimit i automjetit, i njohur si CAN bus, mund të fillojë të gjenerojë kode gabimi fantazm. Është e zakonshme që një pronar të shohë njoftime për dështim në sistemin e frenimit kundër bllokimit, transmetimin ose kontrollin e stabilitetit, kur në realitet problemi i vetëm është një bateri që është me kapacitet 80%.
Kjo ndjeshmëri ekstreme e bën mirëmbajtjen shumë më kërkuese. Nuk është vetëm që pjesët tyen, por se sistemi kompjuterik i makinës është aq i rrept sa çdo luhatje e vogël interpretohet si një prishje katastrofike, duke detyruar përdoruesin të vizitojë punëtorinë për probleme që, në automjete të tjera, as nuk do të zbuloheshin nga kompjuteri në bord. Arsia në gjembe thjetë. Ajo mbi inxhinierine në mekanizma të thjeshtë. Ekziston një koncept në industri i njohur si mbi inxhinierin, dhe askush nuk e praktikon atë me aq pasion sa prodhuesit evropian. Dëshira për të ofruar një përvojë superiore të përdoruesit çon në shndërimin e mekanizmave tradicionalisht të thjeshtë në sisteme komplekse të motorizuara. Një shembull i përsosur janë dritaret elektrike dhe bravat qendrore. Ndërsa pjesa më e madhe e botës përdor aktuator dhe kablo qeliku të testuara prej dekadash, një markë evropian mund të vendosë të përdor një sistem rrotullash plastike të përforcuara me mikroqelsa të integruar për të zbuluar presionin e saktë të kristalit dhe për të parandaluar bllokimin me saktësi milimetër. Ndërsa kjo sjell një ndjenjë të pakrahasueshme rafinimi dhe sigurie kur makina është e re, me kalimin e viteve, lodhja materiale bën që këto sisteme të dështojnë me frekuencë të pazakontë. Rezultati është se pronari i shtëpisë mbetet me një dritare të rrëzuar në mes të një stuhie ose një derë që nuk mbilet sepse një ingranazh i vogël plastik brenda një moduli të mbyllur është konsumuar. Kjo mentalitet shtrihet në slite të tërheqshme, ventilime të motorizuara dhe pasqyra të pasme të kujtesës. Motorët dhe logjika llogaritse ushtohen elementve që nuk kishin nevojë për to, duke shumëfishuar shanset që një prishje e vogël të shkatërrojë përvojën luksoze. Arsjeja e 10. Guarnicionet dhe vullat e vajit dhe kërkimi i ngushtës së absolute. Motorët evropian zakonisht funksionojnë në presione dhe temperatura të brendshme më të larta sesa motorët më të thjeshtë me aspirim natyral. Për të përmbajtur lëngjet në këto kushte, përdoren guarnicione dhe vullat avancuara të përbëra që premtojnë ngushtësi totale gjatë viteve të para të jetës së automjetit. Megjithatë, dizajni i këtyre vullave shpesh i jep përparësi reduktimit të fërkimit dhe lehtësisë mbi gjatësinë ekstreme. Është një fenomen i dokumentuar që markat shumë të vlerësuara rrjedhin vaj nga coplitari i mbulesës së valvuls ose vulla kryesore e boshtit të boshtit shumë më herët se konkurrentët e tyre. Arsyeja teknike zakonisht lidhet me përbërjen kimike të elastomerëve të përdorur, të cilët priren të ngurcohen dhe të humbasin kapacitetin e tyre vullosës për shkak të nxehtësisë ekstreme të gjeneruar nga turbochargerët, shpesh të vendosur në krye të motorit në konfigurimin e famshëm të nxehtë V. Një rrjedhje e vogël vaji në një makinë evropian rrallë lihet vetëm në një njollë në dyshemen e garazhit. Për shkak të paraqitjes kompakte të motorit, ai vaj shpesh pikon direkt në zorët e ftosit ose lidhësit elektrik, duke i degraduar ato dhe duke shkaktuar dështime dytësore shumë më serioze. Është një zinxhir ngjarjesh ku një dobësi e vogël në një vulë gome përfundon duke kompromentuar integritetin e sistemeve jetike. Arsia e 9. Sistemet infotainment dhe fibra optike në modele luksoz. Sofistikimi i një kabine evropiane nuk kufizohet në cilësinë e lëkurës së saj ose përshtatjen e paneleve të saj, por në kompleksitetin e rrjetit të saj të brendshëm të komunikimit. Ndryshe nga sistemet konvencionale që përdorin tela bakri për të transmetuar sinjale audio dhe të dhënash, shumë prodhues të nivelit të lartë adoptuan sistemin e transportit të sistemit të orientuar drejt medias, i njohur zakonisht si autobusi më i madh. Ky sistem përdor kablo me fibra optike për të lëvizur vëllime të mëdha të dhënash midis navigatorit, amplifikatorit, ngarkuesit të diskut dhe modulit të telefonisë. Ndërsa kjo teknologji lejon cilësi të pakrahasueshme të zërit dhe shpejtësi superiore transferimi, ajo është jashtëzakonisht e brisht. Fibrat optike punojnë me impulse drite që udhtojnë përmes filamenteve polimer ose qelçi. Nëse një nga këto kablo përkulet pak më shumë se sa duhet, ose nëse një modull në rrjetin rrethor dështon, i gjithë zinxhiri prishet. Kjo do të thotë që nëse moduli radiosatelitore digjet për shkak të një rrjedhjeje të vogël lagështie, pronari do të humbas jo vetëm radion, por edhe navigimin, kamerën e kthimit mbrapsht dhe të gjithë tingujt paralajmërues të automjetit. Diagnostikimi i këtyre defekteve kërkon mjete bypass optik dhe njohuri të specializuara që pak punëtori të pavarura i posedojnë, duke e kthyer një dështim të një komponenti periferik në një ndërprerje totale të sistemit infotainment që mund të kushtojë mijëra euro për t'u zgjidhur. Arsia e 8.
Integrimi I komponentëve dhe aksesueshmëria mekanike. Ngjeparim themelor I inxhinierisë bashkëkohore evropiane është paketimi kompakt. Në një përpjekje për të maksimizuar hapësirën e kabinës dhe për të përmirësuar sigurinë në rast përplasje, inxhinierët projektojnë ndarjen e motorit në mënyrë që çdo milimetër katror të jetë I zënë. Kjo rezulton në integrimin e komponentëve, që është një makt për mirëmbajtjen. Është e zakonshme të gjesh modele ku për të zëvendësuar një lam xenon ose një sensor të thjeshtë të temperaturës së ftosit, manuali I shërbimit kërkon heqjen e plot të parakolpit të përparm, fenereve dhe madje edhe përforcimit të përparm. Ajo që në një automjet të projektuar nën premizat e thjeshtësisë do të duhej 15 minuta dhe mjetet bazë, në një makinë evropiane mund të kërkojë 4 orë punë të specializuar. Kjo mungesë aksesueshmërie jo vetëm që I bën riparimet parandaluese më të shtrenjta, por gjithashtu dekurajon mirëmbajtjen e saktë nga pronarët. Kur kostoja e punës te I kalon shumë koston e pjesës, automjeti fillon të pësojë braktisje teknike që përfundon në dështime të mëdha, thjesht sepse ndryshimi njëzore 10 euro kërkonte uljen e të gjithë motorit ose çmontimin e transmetimit. Arsia e 7. Elektronika e rehatise dhe përhapja e moduleve të kontrolit. Në vizionin evropian të luksit, asgjë nuk duhet të lihet rastësisë ose të operohet në një mënyrë thjesht mekanike. Çdo funksion I kabinës, nga lëvizja e sediljes deri te intensiteti I ndriçimit të ambientit, deri te dyert e mbëljes së butë, ka trurin e vet të dedikuar ose modulin e kontrollit. Në një sedan luksos modern, është e mundur të gjesh më shumë se 70 njësi të kontrolluara elektronikisht që komunikojnë me njëra tjetrën. Kjo arkitekturë krijon një rrjet të varësisë reciproke, ku dështimi I një moduli, komoditeti në portën e pasme mund të ndërhyjë në rrjetin e të dhënave dhe të çojë në gabime në panel. Këto module zakonisht ndodhen në vende të cenueshme, të tilla si nën sedilje ose në anët e bagazhit, ku çdo hyrje uji, përmes një kulimi të bllokuar të çatisë dieli, mund të shkaktojë një qark të shkurtër masiv. Problemi përkeqësohet nga fakti se këta komponent shpesh lidhen me numrin e shasisë së automjetit për arsye sigurie, duke parandaluar përdorimin e pjesëve të skrapit pa një proces kompleks dhe të shtrenjtë riprogramimi që mund të bëhet vetëm me softuerin e fabrikës. Arsyeja e 6. Sistemet e pecullimit të ajrit dhe amorticimi adaptiv. Kërkimi I tapetit magjik ka qenë një obsesion për marka të tilla si Mercedes-Benz, BMW dhe Audi për dekada. Rezultati është pezullimi me ajër, një sistem që zëvendëson susta tradicionale të çelikut me qese gome të përforcuara të mbushura me ajër nën presion. Ndërsa komoditeti është I pakrahasueshëm, kostoja e mirëmbajtjes afatgjatë është astronomike. Ndryshe nga një amortizator konvencional, që mund të zgjas 150.000 km me degradim gradual, komponentët pneumatik dështojnë në mënyrë katastrofike. Airbagët janë të ekspozuar ndaj elementeve, gjestësisë së motorit dhe papastërtisë së rrugës, duke shkaktuar plasaritjen e gomës me kalimin e kohës. Një rrjedhje e vogël, ajri e detyron kompresorin elektrik të punojë vazhdimisht për të ruajtur lartësinë e automjetit, I cili, në mënyrë të pashmangshme, përfundon duke djegur motorin e kompresorit. Pronari më pas përballet me një faturë të dyfishtë, zëvendësimin e sustave të ajrit dhe kompresorit. Përveç kësaj, këto sisteme integrojnë sensor niveli në secilën rrotë dhe bloqe valvulash që menaxhojnë shpërndarjen e ajrit. Një dështimi vetëm në një sensor pozicioni mund të bëjë që makina të anojë rrezikshëm në njërin anë ose të ulet plotësisht për të prekur gunga, duke e lënë automjetin të pafunksionueshëm. Në tregun e përdorur, është e zakonshme që kostoja e riparimit të pezullimit të ajrit të përbëjë gjysmën e vlerës totale të makinës, duke bërë që shumë pronar të bëjnë konvertime mediokre në susta çeliku, duke shkatëruar dinamikën origjinale të drejtimit të automjetit. Arsyeja e 5. Menahimi termik I motorit dhe materialeve të përbera. Në inxhinierin moderne evropiane, motori duhet të arrijë temperaturën e funksionimit sa më shpejt që të jetë e mundur për të reduktuar emetimet e ndotësve. Për të arritur këtë, prodhuesit kanë braktisur pompat e fuqishme të ujit metalik me rip në favor të pompave elektrike inteligjente të ujit dhe streheve të termostatit të bëra nga materiale të përbëra ose plastik me rezistencë të lartë. Problemi është se këto materiale plastike I nënshtrohen cikleve të vazhdueshme të zgjerimit dhe të kurjes termike. Me kalimin e viteve, plastika bëhet e brisht dhe zhvillon mikroqarje që rezultojnë në rrjedhje ftose të vështira për t'u zbuluar.
Pompat elektrike të ujit, megjithse efikase sepse mund të vazhdojnë të ftohin motorin edhe pas mbylljes së tij, kanë elektronik të brendshme që dështojnë pa paralajmërim. Ndryshe nga një pompë mekanike që zakonisht paralajmëron me një zhurmë rrotullimi ose pikim të ngadaltë, një pompë elektrike thjesht ndalon rrotullimin, duke shkaktuar mbinqëhje kritike në pak sekonda. Kompleksiteti rritet me termostate elektronike, të cilat nuk janë më valvula të thjeshta dyli, por aktuator të menaxhuar nga kompjuteri që vendosin rrjedhën e saktë të ftosit. Nëse livsi i njërit prej këtyre sensorëve dështon për shkak të korrozionit nga një rrjedhje e vogël, kompjuteri mund të kalojë në modalitetin e mbrojtjes, duke kufizuar fuqinë e motorit dhe duke detyruar një riparim që përfshin çmontimin e pjesës më të madhe të marrjes, vetëm për të hyrë në një copë plastike që ka arritur në fund të jetës së saj të shkurtër. Arsia e katërt. Instalimet elektrike ekologjike dhe cenojshmëria mjedisore. Duke filluar nga fundi i viteve 1990 dhe fillimi i viteve 2000, të nxitur nga rregulloret europiane mjedisore, shumë prodhues filluan të përdorin izolimin e kablove të bëra nga materiale të biodegradueshme, shpesh të bazuara në derivate soje ose materiale të riciklueshme. Ajo që teorikisht ishte një hap drejt qëndrueshmërisë, u shndërrua në një katastrofë besueshmëri. Këta izolator priren të shpërbëhen me kalimin e kohës për shkak të nxehtësisë së akumuluar në hapësirën e motorit, duke i lënë telat e bakrit të ekspozuar. Rezultati është një makt i qarqeve të shkurtra me ndërprerje dhe dështimeve të komunikimit të autobusit të vënave që janë pothuajse të pamundura për t'u diagnostikuar, pa qëruar të gjithë parzmoret. Përveç kësaj, këto materiale organike janë gjetur të jenë jashtëzakonisht tërheqëse për brejtësit. Në shumë rajone, pronarët europian të automjeteve zbulojnë se ose mint kanë përtipur seksione kritike të instalimeve elektrike kryesore, të tërhequr nga aroma dhe përbërja kimike e izolimit. Një riparim i tillë mund të kërkojë zvendësimin e plot të parzmores elektrike të automjetit, një detyrë që mund të kalojë 100 orë punë dhe shpesh përfundon në humbjen totale të automjetit nga siguruesit. Është një ironi teknike që përpjekja për të bërë një makinë më të gjelbër përfundon duke bërë që automjeti të bëhet scrap shumë më shpejt se sa synohej, për shkak të një dizajni të instalimeve elektrike që biodegradohet, ndërsa makina është ende në përdorim. Arsia e trete. Transmisionet me tufë të dyfishtë dhe njësia mekatronike. Premtimi i ndryshimeve të menjëhershme të marsheve dhe efikasitetit superior të karburantit çojnë adoptimin masiv të transmetimeve me tufë të dyfishtë, të tilla si DSG i Volkswagen ose DGG i BMW. Këto sisteme janë në thelb dy transmetime manuale brenda një stërhimi të vetëm, të menaxhuara nga një sistem kompleks elektrohidraulik i quajtur njësi mekatronike. Thelbi i problemit është pikërisht kjo njësi mekatronike, e cila kombinon sensor elektronik dhe aktuator hidraulik të zhytur në vajin e transmetimit. Nxehtësia ekstreme dhe grumbullimi i grimcave të imëta metalike që rezultojnë nga konsumimi natyral i tufës mund të kontaminojnë lëngun dhe të shkaktojnë dështim të valvull solenoide. Kur mekatronika dështon, transmetimi zakonisht humbet mashimet tek ose çift, ose ndalon sa aplikuari tërheqen fare, duke lënë shoferin të bllokuar. Përveç kësaj, mirëmbajtja e këtyre kutive është kritike dhe e shtrenjtë. Injorimi i ndryshimit të lëngut dhe filtrit çdo 61 kilometra është një dënim me vdekje për sistemin. Ndryshe nga një transmetim automatik konvencional i konvertuesit çift rrotullues, i cili është më tolerant ndaj abuzimit, tufa e dyfisht është një pjesë e inxhinierisë precize që është e pafallshme ndaj neglizhencës. Riparimi i një njësie mekatronike ose zëvendësimi i paketës së tufës së dyfisht kërkon mjete specifike kalibrimi dhe software të avancuar diagnostikues, duke eliminuar çdo mundësi riparimi ekonomik në punëtori të përgjithshme. Arsia e dite. Intervalet e zgjatura të mirëmbajtjes. Miti i naftes për 31 kilometra. Një nga taktikat më të dëmshme për jetëgjatësinë mekanike ka qenë futja e intervaleve jashtëzakonisht të gjata të shërbimit, të promovuara nga departamentet e marketingut për të ulur koston e dukshme të pronësisë gjatë viteve të pala. Manualet e pronarit filluan të sugjeronin se një motor mund të funksiononte në mënyrë të sigurt me të njëjtin vaj për 30.000 milje ose 2 vjet. Në kushte laboratorike ose në autostrada me temperatura konstante, kjo mund të jetë teorikisht e mundur. Por në botën reale, me fillime të ftohta, udhëtime të shkurtra dhe klimë të ndryshueshme, nafta degradohet shumë më shpejt.
lubrifikanti humbet vetit e tij të viskozitetit dhe aditivet e tij detergjent ngopen, duke shkaktuar formimin e depozitave të ljumit dhe karbonit në komponentët kritik. Motorët turbo vuajnë më shumë, pasi vaji i degraduar karbonizohet brenda linjave të furnizimit turbo, duke penguar rrjedhën dhe duke çuar në dështime të parakoshme të turbinave që kushtojnë mijëra dollar. Përveç kësaj, tensionuesit e zinxhirit të kohës, të cilët mbështeten në presionin e pastër të vajit për të funksionuar siç duhet, fillojnë të dështojnë, duke lejuar zinxhirin të shtrihet dhe në rastin më të keq, të rrëzojnë një dhëmb, duke shkatëruar valvullat dhe pistonat. Kjo politike zgjatur e mirëmbajtjes është një dënim me vdekje i planifikuar, që zakonisht ekzekutohet menjëherë pas skadimit të garancisë së fabrikës. Arsia e pare. Filozofia e qirase e krijuar për të shkëlqyer 3 vitet e para. Modeli i biznesit i markave premium evropiane ka mutuar drejt një ekonomie qiraje. Inxhinierët nuk janë më të ngarkuar të ndërtojnë një makinë që zgjat 20 vjet si në ditët e Mercedes-Benz W124. Tani qëllimi është që automjeti të jetë i përsosur për 3 vjet e 6 ose 48 muajt e parë. Kjo lejon përdorimin e materialeve që duken dhe ndihen të jashtëzakonshme kur janë të reja, por nuk kanë qëndrueshmëri afatgjatë. Plastika me prekje të butë që ngjitet në diel, ngjitës që lirohen dhe pajisje elektronike me një jetëgjatësi të llogaritur për të tejkaluar periudhën e garancisë. Një makinë moderne evropiane është një kryevepër e vjetërsimit të planifikuar. Pronari i parë gëzon një përvojë të patejkalueshme teknologjike, por pronari i dytë ose i tretë trashëgon një bombë financiare me sahat. Kompleksiteti i sistemeve të ndihmës së shoferit dhe rrjeteve të brendshme të komunikimit janë projektuar me një nivel të tillë integrimi që dështimi i një komponenti estetik ose komoditeti mund të caktivizojë funksionet jetike të sigurisë, duke detyruar përdoruesin të hedhë makinën sepse kostoja e riparimit tejkalon vlerën e tregut të automjetit. Pra, është mungese qilesje apo tepriqa e teknologjisë? Pjecja e madhe që mundon entuziastët është nëse besueshmëria evropiane ka rënë për shkak të neglizhencës apo ambicies. Realiteti është një përzierje të dyjave. Nuk është se inxhinierët gjerman ose italian kanë harruar se si të bëjnë pjesë të forta, por ata kanë vendosur të japin përparësi performancës, efikasitetit ekstrem dhe integrimit teknologjik mbi thjeshtësinë dhe forcën. Çdo gram peshe kursier duke përdorur plastik në vend të aluminit dhe çdo mililitër karburanti kursier nga sistemet e injektimit me presion ultra të lartë shton një shtresë brishtësie. Ne po përbalemi me një tepritës inxhinierie ku ka shumë pika të mundshme dështimi. Një makinë moderne ka më shumë linja kodi se një avion luftarak dhe më shumë sensor se një stacion hapësinor. Kjo densitet teknologjik e bën probabilitetin statistikor të dështimit të diçkaje në mënyrë eksponenciale më të lartë se në një automjet të projektuar me zgjidhje mekanike të provuara. Cilësia e perceptuar është më e lartë se kurrë, por integriteti mekanik afatgjat është sakrifikuar në altarin e shifrave të shitjeve dhe rregulloreve qeveritare.